Në Shqipëri, për shembull, po bëhet ajo që quhet Smart City, që është një nga projektet e programit Rockefeller 2030, ku synohet që njerëzit të lënë zonat rurale dhe të futen në burgje të hapura, siç janë qytetet, dhe të luftohet prodhimi bujqësor dhe blektoral dhe gjithçka ushqimet, për shembull mishi, qumshi, të jenë sintetike, të mos ketë më nevojë për lopë, për kafsh dhe për të prodhuar për shembull produkte ndryshme bujqësore, mjafton të jenë disa sera të mëdha që të plotësojnë nevojat, siç janë në Kinë sot, që të plotësojnë nevojat e popullsive të gjera me pak sipërfaqe të vogla, të ketë mundësi të ushqen me një lloj bujqësie intensive, po jo bujqësi organike dhe normale. Dhe njerëzit duan t'i mbledhin në këto qytete duke ju hapur mundësi për punë në qytete të mëdha, të cilat do të jenë të monitoruara nga kamerat në të gjithë territorin, që kur del nga shtëpia edhe derisa kthehesh prapë në shtëpi, ti ku do jesh. Monitorimi me kamera po thuj po bëhet në gjithë botën tash, kjo është për shkak sigurie. Po kjo është një lloj Big Brother. Kjo ka të mirat e veta, po ka të këqija të tjera të mëdha, sepse prandaj paguhen në çdo vend të botës policit, por krimi gjithmonë është i lidhur me politikën dhe kur politika nuk do që ta lejojë krimin, atëherë bëhet një Big Brother i madh, një, dhe e dyta kalohet në atë që quhet diktatura digjitale, ku spikat sidomos paraja digjitale nëpërmjet cilës do luftohet dhe nuk ka mundësi që të krijohet parë kriminale, sepse gjithçka do të jetë nëpërmjet aktivitetit legal dhe në këtë mënyrë zhduket krimi. Pra paraja digjitale dhe Smart City e zhdukin krimin, por edhe një qeveri për shembull që kërkon ta luftoj vërtet krimin edhe me mjetet tjera të zakonshme, klasike, e lufton. Për shembull, do të tregoj një histori të lezetshme. Kjo paraja digjitale, se unë kam një gjuhë emisione që nëse kjo do realizohet, shumë thonë do realizohet, shumë thonë nuk e besojnë, shumë thonë shumë shpejt do dali nga mënyrë. Kjo mund të krijojë kollaps të madh në një moment saktum. 2027 nuk do lejohet më keshi në vendet e zhvilluara. Ajo, si ka francezja që është drejtoreshe e Bankës Botërore. Po një prishje e sistemit me paranë digjitale shkatërron gjithë sistemin. Shiko, unë mendoj që do të ketë një blackout total bankar, do të ketë disa ditë goditje për shkak të këtyre luftrave, do sajohet edhe do bllokohet interneti, i cili në dijenin time është pronë e dinastisë Rothschild dhe është në një nëndetse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.